Vendimi I fundit I gjykatës kushtetuese të Malit të Zi për të rikthyer në jurisdiksionin e drejtësisë vendore konfliktin për resortin Zveti Stefan shënon një kthes kritike në një nga betejat më të ndërlikuara ligjore dhe ekonomike që ka përfshirë shtetin malazez që prej shpalljes së pavarësisë. Në qendër të kësaj përplasje qëndron kompania Adriatic Properties, një entitet I regjistruar në Mal të Zi, por që kontrollohet nga grupi greko-izraelit Restis Group me interes të fortë në menaxhimin dhe zhvillimin e turizmit luksoz në rajon. Çfarë është Zveti Stefan dhe pse ka rëndësi? Zveti Stefan është një ishull I vogël I lidhur me tokën nga një riprëre, një simbol kartoline për Malin e Zi dhe një atraksion turistik I nivelit të lartë që për dekada ka mirëpritur mbretër, president dhe yje ndërkombëtar. Në vitin 2007, si pjesë e përpjekjeve për të tërhequr kapital të huaj, qeveria malazeze I dha me koncesion për 30 vjet resortet më ekskluzive të vijës bregdetare, Zveti Stefan, Villa Miloker dhe Kralj Plaza, kompanisë Adriatic Properties. Marrëveshja u prezantua si një sukses I madh ekonomik dhe diplomatik, investime miliona euroshe, menaxhim nga zinxhir botror si Aman Resorts dhe një premtim për një Mal të Zi ekskluziv dhe elitar në turizëm. Si nisi përplasja, problemet nisën gradualisht, pretendime për mbylljen e plazheve për publikun, mungesë transparence mbi investimet, mos përmbushje të kushteve kontraktuale, por edhe tensione politike. Në vitin 2021, qeveria malazeze vendosi të anullojë një anshëm marrëveshjen me Adriatic Properties, duke akuzuar kompaninë për shkelje të kontratës dhe për bllokim të aksesit të publikut në plazhe që historikisht ishin pjesë e trashëgimisë kombëtare. Kompania nuk e pranoi vendimin dhe paditi shtetin në arbitrazh ndërkombëtar në Londër, ndërsa nisi edhe procedura në gjykatat e Malit të Zi për ta mbrojtur kontratën. Vendimi I gjykatës kushtetuese kthim në bazë. Me vendimin e datës 9 shkurt 2026, gjykata kushtetuese e Malit të Zi pranoi ankesën e Zveti Stefan Hoteli, Budva, nën kontroll të Adriatic Properties dhe rrëzoi qëndrimin e mëparshëm të gjykatës së lartë, e cila kishte refuzuar të shqyrtonte çështjen duke u thirrur në klauzolën e arbitrazhit ndërkombëtar në kontratë. Argumenti I kushtetueses ishte I qartë. Gjykatat malazeze nuk mund të heqin dorë nga jurisdiksioni I tyre vetëm për faktin që një palë ka lidhje ndërkombëtare. Palët janë të regjistruara në Mal të Zi. Prona ndodhet në territorin malazez dhe çështja përfshin interesa publike, ndaj vendimi për të mos shqyrtuar kontratën nga gjykatat vendore u vlerësua si shkelje të drejtës për qasje në gjykatë. Çfarë rrezikon Mali I Zi? Në arbitrazhin ndërkombëtar që vijon në Londër, kompania pretendon dëmshpërblime të mëdha që kapin shifra në 10 miliona euro për prishjen e kontratës. Nëse gjykatat malazeze tani e trajtojnë këtë çështje në mënyrë të pavarur, ekziston mundësia që padia në arbitrazh të zbehet ose të mbrohet më mirë pozicioni shtetëror. Por nëse gjykatat vendore dështojnë të trajtojnë çështjen me profesionalizëm dhe transparencë, Mali I Zi rrezikon një humbje të rëndë financiare dhe imazhi në sy të investitorëve ndërkombëtar. Konteksti gjeopolitik. Ky konflikt ndodh në një moment delikat për Malin e Zi, I cili është në fazën e fundit të negociatave për antarësim në BE, ku sundimi I ligjit dhe transparenca në trajtimin e kontratave publike janë prioritete absolute. Rasti Zveti Stefan është një test serioz për sistemin gjyqësor malazez dhe pavarësinë e tij nga ndikimet politike dhe ekonomike. Rasti Zveti Stefan është shumë më tepër se një konflikt pronësor. Ai është një pasqyrë e përplasjes midis interesave të kapitalit të huaj dhe sovranitetit ekonomik, një dëshmi e dobësive të sistemit gjyqësor në rajon dhe një provë vërtet për trajtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nga shtetet e vogla ballkanike. Nëse Mali I Zi fiton këtë betejë në gjykatat e veta, do të jetë një mesazh se shteti ligjor mund të funksionojë, por nëse dështon, pasojat do të ndihen shumë edhe përtej brigjeve të Adriatikut.